Një trup i pajet pranë një liçeni, një shtëpi në flak, trakte kërcënuese dhe çanta me eksploziv. Këto kanë mjaftuar që autoritetet në Myni të ndërpresin përkohësisht festivalin më të madh të birrës në botë. Situata e sigurisë në Myni është tensionuar ndjeshëm sot më 1 tetor, duke detyruar autoritetet të mbyllin përkohësisht Oktoberfestin deri në orën 17:00. Alarmet nisën rreth orës 4:40 të mëngjesit, kur një banesë në periferinë veriore të qytetit u përfshi nga flakët. Fillimisht u mendua për një zjarr të zakonshëm, por shpërthime të njëpasnjëshme brenda banesës ngritën dyshime për një akt të qëllimshëm, duke alarmuar të gjithë zonën. Policia ndërhyri menjëherë sidomos për shkak të pranisë së qindra mijëra vizitorëve në qytet për festivalin Oktoberfest. Në Agim, pranë liçenit Lerschnauer, u gjet një trup i pajet me plagë nga armëzjarri. Dyshohet se viktima është autori i zjarrit në banesën e prindërve të tij, ku janë zbuluar çanta me eksploziv dhe lëndë shpërthyese në një çantë shpine që ai mbante me vete. Sipas hetimeve të para, ai është vetvrarë pas kryerjes së aktit. Një tjetër person rezulton i zhdukur, por autoritetet nuk e konsiderojnë si të rrezikshëm. Sipas mediave gjermane, incidenti duket të ketë nisur pas një konflikti familjar. Gazeta prestigjioze Süddeutsche Zeitung raporton se është gjetur një letër kërcënuese e shkruar nga i njëjti person, ku paralajmëroheshin sulme ndaj Oktoberfestit. Kjo ka detyruar policinë të intensifikojë kontrollet në të gjithë qytetin. Kryebashkiaku Dieter Reiter konfirmoi përpara Këshillit Bashkiak se autoritetet kishin marrë prej ditësh një paralajmërim dhe se kishin verifikuar se autori kishte aftësi për të manipuluar eksploziv. Kërcënimi është për fat të keq korrekt. Nuk mund të rrezikojmë jetën e qytetarëve. Siguria ka përparësi absolute, deklaroi Reiter. Pas një mbledhjeje emergjente, u vendos që festa të rifillojë pasdite rreth orës 16:00, nëse kushtet e sigurisë e lejojnë. Ndërkohë helikopterët e policisë patrullojnë zonën e ngjarjes, ndërsa forcat speciale dhe skuadrat për çminim janë në gatishmëri. 2 mjete të djegura, një kamionçin dhe një furgon janë gjetur pranë zonës, por ende nuk është e qartë nëse kanë lidhje me incidentin. Në të njëjtën kohë, në faqen e ekstremit të majt, Indi Media, grupimi antifashist Antifa, publikoi një mesazh ku merrnin përgjegjësinë për djegjen e disa makinave luksoze në veri të qytetit. Megjithatë, autoritetet konsiderojnë të pamundur që kërcënimi ndaj Oktoberfestit të vijë nga ky grup, edhe pse pistat mbeten të hapura për hetime të mëtejshme. Mbyllja e përkohshme e Oktoberfestit u shoqërua me evakuimin e qindra mijëra njerëzve nga autoparlantët në zonën e Weissen, u dhanë udhëzime për largimin e të pranishmëve dhe mbylljen e tendave, kioskave dhe dyqaneve të suvenireve. Oktoberfest, i cili mbahet çdo vit nga 20 shtatori deri të dielën e parë të tetorit, është festa më e madhe popullore në botë, duke tërhequr mbi 6 milion vizitorë në vit. Edicioni i sivjetshëm është 190 në histori dhe përbën një simbol të identitetit bavarez, por edhe një objektiv të mundshëm për sulme që synojnë destabilizimin dhe frikësimin e masave.